Bashku puthet toka e qielli, bashku dalin hana e dielli, kurin shqipet në palë të flamurit, kurin burrat në kulla të gurit. Siç ka qenë e do t'jetë gjithmonë, Dukagjin, dashnia jon. Na bashkon qefi e tradita, mirë se të vini tek Antika. Si gjithmonë me vlerë florinit, sofra e këngëve të Dukagjinit. Fyell lahut e qifteli për shumë vjet, vitin e ri. Sofra e Dukagjinit 2026 me datë 28 dhjetor, ora 12, në ambientet e mrekullueshme të bar-restorant Antika. Organizohet Sofra e Dukagjinit 2026, aktiviteti tradicional më i vjetër dhe më i bukur i fundvitit. Stafi organizativ ju uron gëzuar Krishtlindjet dhe vitin e ri 2026. Sofra e Dukagjinit është një spektakël i vërtet. Sofra e muzikës folklorike, sofra e traditës dhe e bujarisë. Sofra ku bëhet fest për të gjithë. Sofra e Dukagjinit, shtëpia e Zotit dhe e mikut. Sofra e Dukagjinit, festa tradicionale e folklorit. Kol Hasani, Nikolin Përpali, shoqata kulturore artistike, Besa Shosh, Fran Kodra dhe Ndue Shytani, Nora Andreu, Bardhok Prebibaj, Daniel Kopsaj, Angela Proni, Mimoza Staka dhe Viola Shqau, Noel Pietri, Bardhok Mehmeti, Gentian Gropaj, Mirsad Biga, Kristian Zalli, Vuksan Sokoli, Rebeka Arra, Antonella Kukaj dhe Famela Proni, Leo Masheqaj, Amarildo Geshtenja, Vasel Bleta, Elizabeta Emanuel dhe Emanuela Luka, aktorët e humorit, Gac Kodrina dhe Geg Shpati, mysafir nga Kosova, Besnike Berdynaj dhe Fatmir Berisha, grupi i valleve të shkollës Det Gjoluli, Hoti Ri, Shkodër, moderatore të programit, Vajzat e Dukagjinit, Klodiana Seraj dhe Pamela Mirashi, fonia nga maestro Kujtim Zenelaj, bar-restorant Antika, shërbimi perfekt dhe kuzhinë tradicionale. Biletat jepen vetëm për çifte dhe familjare, me 3.000 lekë të reja për person, ku përfshihet bileta e hyrjes, si dhe shërbimi me ushqim dhe pije pa limit. Më lirë, më mirë, më bukur, nuk ka askund. Organizator shoqata Sofra e Dukagjinit, me president Zoti Vuksan Zhuli, menaxher organizativ Zoti Marian Ndërshtiqaj, drejtues artistik poeti Lula Shbrigja. Ky aktivitet organizohet me mbështetjen e deputetes së Dukagjinit, zonjën Mariana Koçeku. Sponsor të Sofrës së Dukagjinit, Gjek Sokoli, Mil Proni, Martin Cubi, Shpend Lera, Sokol Ndue, Progni, Vuksan Drevataj, Sokol Lepeja, Prek Bjeshka, Naim Gjonpalaj, Nik Ferra, Tonin Koçeku. Shumë emigrant e ndihmojnë Sofrën e Dukagjinit, Vat Biga, Gjin Markaj, Plum Tonaj, Shan Shkambi, Fran Frashnishta, Tonin Koçeku, Mil Ndye Prebibaj, Prek Zojza, nga Shlaku, Lul Pjolli, Shal, Kol Ndou, nga Prekali në Itali, Ilir Shtjeti, nga Ndërlysaj, Kompleksi i supermarketeve Gjedis, Besnik Rahishta, nga Pecaj, Sokol Kol Fusha, në Firenze, Itali, Zef Temeli, Shosh, Zef Gjoni, Marashi nga Thethi, Lin Kol Kodra, Lotaj Shal, Agron Kol Doqi, Nicaj Shosh, Valentin Vuksan Dreu, Angli, Sokol Mhili, në Suedi, Gezim Tonaj, nga Pjolli, shumë miq dhe biznese në Shkodër, Hotel Floga,
Shkodër. Hotel Tradita, Shkodër. Hotel Golden dhe Vat Lari. Uj Alpin, i Nikolin Dedvukaj. Kulla e Sadri Lukës, Theth. Firma e ndërtimit, Det Cingari. Hotel Jezerca, Theth. Vila Vllaznit Guri, Theth. Bujtina Pal Zelna, Ndërlysaj. Kompleksi turistik Zorgji. Hotel Logu i Harushave, në Theth. Bar Restorant Sebastiani, në fermentim. Zoti Plum Pleti, Kir. Gezim Gjoni, Bob Shal. Florind Proni, Nicaj Shosh. Ndye Hasanaj, Nicaj Shal. Zoti Jetmir Trojvogli, Zef Kusia. Zoti Armir Grima, nga Lotaj Shal. Marketi ushqimor Demaj, në fermentim. Zamir Marku, nga Puka. Restorant Vllaznia, Velipoj. Gjimoka, Piacere Mio, Shkodër. Bar Restorant Rinia, Bardhaj. Bar Restorant Vllaznit Zhyri. Manuel Geshtenja, nga Plani. Biletat mund t'i gjeni vetëm pranë lokalit, Antika Grudere. Në rrjetet sociale na kontaktoni tek Sofra e Dukagjinit, ose prenontoni direkt në numrin e telefonit 069 54 222 35. Aktiviteti fillon në ora 12, datë 28 dhjetor. Gëzuar festat dhe mirë se të vini!